Vitin 1989, Tokyo, Japoni. Indeksi Nikkei arrin një nivel rekord të lartë. 8 nga 10 kompanitë më të mëdha në botë janë japoneze. Japonia po dominon dhe Amerika është tmerruar. Produkti i brendshëm brut të përfrymë i Japonisë është 10% më i lartë se ai i Amerikës. Rockefeller Center, një ikonë amerikane, është në pronësi të japonezëve. Dhe filma si Blade Runner imagjinojnë një të ardhme të sunduar nga japonezët, duke sikur dielli që lind nuk do të perëndonte kurrë, ose të paktën kështu dukej. Në vitin 1990, indeksi Nikkei ra me 38% dhe humbi $2 trilion në vlerë tregu. Dhe edhe sot, pagat në Japoni ende nuk janë rikuperuar në nivelet e kohës së mrekullisë ekonomike. Pra, çfarë shkoi keq? Kjo është Japonia, vendi i diellit që lind. Për të kuptuar mrekullinë ekonomike të Japonisë, duhet të kthehemi pas në kohë, pas luftës së dytë botërore, në fund të viteve 40. Pas dorëzimit të saj, Japonia u bë pisërisht e pushtuar nga qeveria e SBA-s dhe ekonomia e saj hyri në recesion jo shumë kohë më pas. Vendi ishte në rënoja, fabrikat ishin shkatruar, një pjesë e madhe e fuqisë punëtore kishte vdekur dhe marrëdhëniet tregtare ishin prishur. Shtetet e Bashkuara ishin thellësisht të shqetësuara se Japonia, ashtu si Kina, mund të binte në duart e komunizmit. Për ta parandaluar këtë, ata nisën reforma agresive ekonomike. Shkatruan sistemin Zaibatsu, i cili përqendronte pasurinë dhe pushtetin në duart e disa familjeve. Reformuan ligjet e pronësisë së tokës, duke dhënë qytetarëve të zakonshëm japonez një rol real në ekonomi. Dhe më rëndësishmja, e zhduruan Japoninë në një fuqi eksporti, fillimisht duke mbështetur përpjekjet e luftës së Koresë dhe më pas duke nxitur industrializimin përmes kredive me interesa të ulta. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Nga viti 1953 deri në 1957, eksportet e mallrave të prodhuara në Japoni u rritën me 143%. Për krahasim, Shtetet e Bashkuara patën vetëm 51%, ndërsa Mbretëria e Bashkuar 31%. Por Japonia sapo kishte filluar. Në vitin 1959, tekstilet me kosto të ulët ende dominonin eksportet japoneze, dhe shumica e tyre shkonin drejt tregjeve aziatike të paqëndrueshme dhe të varfra. Duke e kuptuar këtë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nisi një politikë të re industriale, duke shtyrë Japoninë drejt teknologjisë së lartë, prodhimit me cilësi të lartë dhe partnerëve tregtar më të fortë. Kjo shënoi fillimin e rilindjes industriale të Japonisë, e mbështetur nga investimet të huaja direkte dhe një ekonomi gjithnjë më e fortë. Japonia investoi masivisht në prodhim, pasi një pjesë e madhe e bazës së saj industriale ishte shkatruar gjatë luftës së dytë botërore. Ajo duhej të fillonte nga e para, duke importuar teknologjitë më të avancuara në botë për të krijuar një bazë prodhimi ndër më të përparuarat globalisht. Deri në vitin 1965, Japonia kishte një suficit tregtar. Dhe deri në vitin 1970, vendi kishte rritur eksportet me 380%, duke u bërë ekonomia e pestë më e madhe në botë, duke rritur produktin e brendshëm bruto në 5 fish dhe duke kaluar Kinën, Francën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermaninë perëndimore. Ekonomia japoneze nuk tregonte shenja ndalese dhe vazhdoi të rritej me një normë mesatare prej 5% në vit për gati 15 vjet. Shtytësi kryesor i kësaj rritje ishin eksportet. Nëse Japonia e prodhonte diçka, bota e blinte. Kjo e bëri Japoninë jashtëzakonisht të pasur dhe qytetarët japonezë filluan të shijonin gjërat më të mira të jetës. Në vitin 1978, Louis Vuitton hyri në distriktin Ginza të Tokios dhe shpejt u bën një nga dyqanet e tyre më fitimprurse. Hermes ndoqi të njëjtën rrugë në vitin 1979 dhe në vitet 80, Prada dhe gjigant të tjerë të luksit ishin tashmë të rënjosur fort në Japoni. Me shitje rekord, Japonia po lulëzonte. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara, kompanit po protestonin me forcë. Midis viteve 1980 dhe 1985, dollari u forcua me gati 50%, duke ushtruar presion të madh mbi prodhimin vendas. Për ta adresuar këtë, SBA-ja, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania Perëndimore dhe Japonia u takuan dhe nënshkruan marrëveshjen e Plazas. Marrëveshja ishte e thjeshtë.
Jeni japonez, duhet të zhvlerësohej në raport me dollarin amerikan, duke forcuar eksportet amerikane dhe duke dobësuar suficitin tregtar të Japonisë. Nën presionin e aleatëve të saj, Japonia nuk ishte zgjidhje tjetër. Dhe brenda 3 vitesh, jeni japonez kaloi nga 239 yen për dollar në pothuajse gjysmën, në 128 yen për dollar. Vlerësimi i shpejtë i jenit i bëri mallrat japoneze shumë më të shtrenjta, uli kërkesën për eksporte dhe dobësoi ekonominë në tërësi. Kjo shkaktoi një zinxhir ngjarjesh që do të çonin në dekadën e humbur të Japonisë. Për të luftuar një ekonomi në dobësim, Japonia veproi me shpejtësi. Ai uli normat e interesit në një nivel rekord prej 2.5%, më i ulti në botë në atë kohë, dhe hapi tregjet e kreditit, duke bërë borxhin më të aksesueshëm se kurrë më parë. Ndikimi ishte i menjëhershëm. Ekonomia që tashmë ishte në lulëzim u fry pothuajse brenda natës. Qytetarët dhe kompanitë u hodhën me kokë në spekulime në tregun e aksioneve dhe të pasurive të paluajtshme. Vlerat e tokës nisën të rriteshin në mënyrë marramendëse, pasi paratë e lira ushqyen spekulimin. Ligjet tatimore japoneze vetëm sa i hodhën benzinë zjarrit, pasi qytetarët e zakonshëm shmangnin taksat mbi fitimet kapitale, ndërsa të pasurit anashkalonin taksat e trashëgimisë, duke bërë pasurinë e paluajtshme investimin perfekt. Por nuk bëhej fjalë vetëm për pasuri të paluajtshme, por për tokën në veçanti. Askush nuk interesoi për ndërtesat, askush nuk interesoi për të ardhurat nga qiraja, gjithçka që donin ishte toka. Sistemi bankar ishte gjithashtu jashtë kontrollit, me pothuajse asnjë mekanizëm kontrolli dhe balancimi. Të inkurajuara nga qeveria për të dhënë kredi pa kufi, bankat shpërndan hua me pak shqetësim për cilësinë e kreditit, duke përdorur investimet si kolateral. Investime që ishin tej maset të fryra në vlerë, dhe edhe pse çmimet e aseteve po rriteshin në mënyrë të pakontrolluar, Banka e Japonisë hezitoi të rriste normat e interesit, nga frika e një ftohje të tregut. Por deri në maj të vitit 1989 nuk ishte më zgjidhje. Normat u rritën nga 2.5% në 3.25%, duke arritur përfundimisht kulmin prej 6% në gusht të vitit 1990. Kjo e futi tregun në shok dhe panik, por kjo nuk ishte e gjitha. Ministria e Financave vendosi kufizime mbi kredit e lidhura me pasuritë e paluajtshme, duke shkaktuar një kolaps të shpejtë të çmimeve të tokës. Pasi blerësit nuk mund të merrin më borxh për të zhdukur spekulimin. Dhe deri në fund të vitit 1990, indeksi Nikkei kishte humbur gati $1 trilion në vlerë, ndërsa çmimet e pasurive të paluajtshme ranë me një tjetër $3 trilion. Dielli kishte perënduar, dekadat e humbura sapo kishin filluar. Pas përplasjes ekonomike të Japonisë në vitin 1990, vendi u përball me një krizë që ndodh një herë në një brez. Ajo që pasoi ishin dekada gabimesh politike, hezitimesh dhe mundësish të humbura, që lanë Japoninë të zhitur në stagnim. Ndërsa vendet të tjera u rikuperuan nga krizat të ngjashme, reagimet unike të Japonisë krijuan një sistem që, deri në vitin 2025, ende përballet me rritje të ngadalt, deflacion dhe një popullsi në plakje. Tani, le ta zbërthejmë. Ky afat kohor paraqet 5 politika kyçe që kanë formsuar ekonominë japoneze gjatë 3 dekadave të fundit dhe shpjegon pse ajo ende ndodhet në një gjendje kaq të keqe edhe sot. E para është kriza bankare. Kur flluska japoneze shpërtheu në fillim të viteve 90, sistemi bankar u mbyt nga borxhet e këqija. Në një situatë normale, shumë prej këtyre bankave do të kishin falimentuar dhe kredit do të ishin fshirë. Por në vend që të përballeshin drejt për drejt me malin e kredive të këqija, qeveria lejoi bankat të mbanin ato në bilancet e tyre. Kjo shoi në lindjen e bankave zombi, institucione teknikisht të falimentuara, të mbajtura gjallë nga refuzimi për të përballur realitetin e ashpër të paaftësisë paguese. Për gati një dekadë, këto banka zombi vazhduan të jepnin kredi për biznese jo fitimprurse, duke shmangur ristrukturimin dhe duke tërhequr ekonominë në një cikël jo efikasiteti dhe vonesash. Qeveria ishte jashtëzakonisht e ngadaltë për të vepruar. Edhe pse kriza filloi në fillim të viteve 90, vetëm në vitin 1999 fondet publike u injektuan më në fund në banka për t'i stabilizuar ato. Por deri atëherë, dëmi ishte bërë. Kredit e këqija ishin grumbulluar deri në atë pikë sa kredit jo performuese përfaqësonin gati 10% të produktit të brendshëm bruto.
Edhe pas shpëtimit financiar, bankat vazhduan të mbështesnin kompani të dështuara, në vend që t'i linin të shembeshin dhe të lejonin tregun të rialokonte kapitalin në mënyrë të duhur dhe efikase. Edhe pas shpëtimit financiar, bankat vazhduan të mbështesnin kompani të dështuara, në vend që t'i linin të shembeshin dhe të lejonin tregun të rialokonte kapitalin në mënyrë të duhur dhe efikase. Shumë nga bankat më të mëdha të Japonisë lëkundeshin në prag të falimentimit, duke mbytur inovacionin dhe rimëkëmbjen ekonomike. Dështimi për të ristrukturuar siç duhet sektorin bankar bëri që kriza të zvarritej për vite me radhë dhe deri në vitin 2002, kredit jo performuese ende qëndronin mbi $400 miliard, duke bllokuar çdo mundësi për një rimëkëmbje të vërtetë. Përveç politikave të dobta bankare, edhe politika fiskale la shumë për të dëshiruar. Qeveria nxorri paketa stimuluese për të ringjallur ekonominë, por ato ishin vazhdimisht të pamjaftueshme. Midis viteve 1992 dhe 1997, Japonia shpenzoi vetëm 4.5% të produktit të brendshëm bruto për stimuj fiskal, një shifër modeste, duke pasur parasysh për masat e krizës. Më keq akoma, një pjesë e madhe e këtyre shpenzimeve u neutralizua nga rritje taksash ose shkurtime buxhetore në sektor të tjerë, duke lënë pak ndikim real. Pas erdhi viti 1997, pikërisht kur shenjat e rimëkëmbjes kishin filluar të shfaqeshin. Qeveria rriti taksën e konsumit nga 3 deri në 5%. Kjo lëvizje shkatroi besimin e konsumatorëve, uli ndjeshëm shpenzimet dhe futi ekonominë sërish në recesion. Rezultatet ishin të zymta. Rritja e produktit të brendshëm bruto të Japonisë gjatë viteve 90 mesatarisht ishte vetëm 1.4% në vit, larg nga ajo që nevojitej për të shëruar plagët e fluskës ekonomike. Në të njëjtën kohë, qeveria alokoi shuma të mëdha në projekte të punëve publike, por shumica e tyre nuk dhanë rezultat. Fokusi ishte te infrastruktura rurale, e cila në shumicën e rasteve kishte pak ndikim real ekonomik. Këto projekte shpesh i shërbenin interesave politike, në vend që të rrisin produktivitetin ose të nxisnin një rimëkëmbje afatgjatë. Ndërkohë, zonat urbane, motorët e vërtet të aktivitetit ekonomik, morën investime minimale. Shpenzimet kishin për qëllim krijimin e vendeve të punës dhe stimulimin e ekonomisë, por orientimi i dobët i tyre i shndërroi në një përdorim të kotë të burimeve. Deri në vitin 1995, Banka e Japonisë kishte ulur normat e interesit në zero, duke arritur kufirin e politikës tradicionale monetare. Kjo çoi në një kurth likuiditeti, ku uljet të mëtejshme të normave nuk kishin më asnjë efekt. Pavarësisht se normat ulën pothuajse në zero, Banka e Japonisë u gjende bllokuar. Deflacioni vazhdoi, me çmimet e konsumit që ranë gjatë pjesës më të madhe të viteve 90 dhe edhe në vitin 2000. Dhe kur Banka e Japonisë më në fund prezantoi lehtësimin sasior në vitin 2001, ekonomia kishte qenë tashmë e bllokuar në një spirale deflacioni për më shumë se një dekadë. Përveç politikës së saj të dobët monetare, në qendër të stagnimit ekonomik të Japonisë qëndronte kapitalizmi klientelist. Sistemi i vjetëruar korporativ, i ashtë quajtur i trekëndëshi i hekurt, ishte një aleancë e ngushtë midis bankave, bizneseve dhe regulatorëve, e cila mbante gjallë kompani të dështuara me kredit të lira, në vend që t'i detyronte të inovonin ose të mbylleshin. Ky kapitalizëm klientelist shtypi konkurrencën dhe ngadalsoi produktivitetin. Në vitet 90 dhe 2000, rritja produktivitetit në Japoni ishte mesatarisht vetëm 1.2% në vit. Krahasojini këtë me SBA-n dhe Europën, ku ajo ishte më afër 2 deri në 3% në vit. Gjigantët korporativ japonez, të ngadalt, të vjetruar dhe të pavullnetshëm për tu përshtatur, u zhdëruan në barë për ekonominë. Edhe industritë e prodhimit dhe teknologjisë, të ndërtuara për të konkurruar globalisht, ishin të ngadalta për të ndryshuar. Refuzimi i Japonisë për të përqafuar inovacionin ose për të lejuar dështimin e bizneseve krijoi një kulturë korporative të ngecur në të kaluarën, të paaftë për të konkurruar në skemën moderne globale. Edhe sot, kultura korporative japoneze njihet në mbar botën si një nga regresivet dhe më të vjetrat, një kulturë që vlerëson praninë fizike, orët e gjata dhe nënshtrimin mbi inovacionin dhe produktivitetin. Nuk ka rëndësi nëse punon në mënyrë efikase apo efektive. Ajo që ka rëndësi është se ku ndodhesh në hierarki dhe si janë bërë gjërat për dekada me radhë. Ky stagnim kulturor lidhet gjithashtu me problemin e pestë,
politikën e emigracionit. Kultura homogjene e Japonisë e ka bërë shumë të vështirë që qytetarët japonez të pranojnë çdo formë emigracioni. Ndërsa vendet të tjera sollën punëtorë të huaj për të përballuar plagjen e popullsisë, Japonia dyfishoi përpjekjet për të mbajtur kufijtë e saj të mbyllur. Një gabim i kushtueshëm, pasi fuqia punëtore ka qenë në rënje. Që nga viti 1995, popullsia në moshë pune e Japonisë ka rënë me më shumë se 10%. Deri në vitin 2024, mbi 1/4 e popullsisë është mbi 65 vjeç, duke lënë vendin të përballet me një nga krizat demografike më të rënda në botë. Mungesa e emigracionit ka nxitur mungesa të fuqisë punëtore dhe ka kufizuar potencialin ekonomik të Japonisë, e kombinuar me tregje pune të ngurta dhe lëvizshmëri të kufizuar. Është bërë pothuajse e pamundur për punëtorët të rinj të hyjnë në sektor me kërkesë të lartë. Rezultati është një ekonomi e ndenjur, e privuar nga dinamizmi dhe talenti i ri që i nevojitet dëshpërimisht. Por problemi është se Japonia ka bërë shumë pak përpjekje reale për të përmirësuar kulturën e punës. Individët ende punojnë më shumë orë se në shumicën e vendeve të botës dhe gjithnjë më pak të rinj zgjedhin të kenë fëmijë. Në mungesë të emigracionit nuk ka zgjidhje për këtë situatë. Historia e Japonisë është një paralajmërim për ekonominë të fryra në mbar botën. Vlera e tregut të aksioneve japoneze është në të njëjtin nivel që ishte 40 vjet më parë. Pagat nuk janë rritur. Inovacioni ka qenë i kufizuar dhe popullsia vazhdon të bjerë. Nuk ka asnjë vend tjetër të zhvilluar në botë me një kombinim më të madh sfidash ekonomike dhe gabimesh se sa Japonia. Pas dekadave të rritjes së jashtëzakonshme deri në vitin 1989, gabimet e qeverisë hapën rrugën për dekada stagnimi dhe pasoja ekonomike. Ata u dehën nga ideja e normave të ulta të interesit dhe kreditimit agresiv, pa bazë reale ekonomike. Besuan se toka jo produktive ishte investimi më i mirë që mund të bënte kushdo. Mbajtën taksat e pronës të ulta, ndërsa rritën taksat për gjithçka tjetër. Menduan se qeveria mund ta shpërndante kapitalin në mënyrë efikase, thjesht duke shëtitur vitrinat. Në vend që të inkurajonin investimet në kërkim dhe zhvillim nga sipërmarrës ambicioz, refuzuan të lejonin dështimin e bizneseve dhe ndëshkuan qytetarët e Japonisë. E bën këtë për të mbajtur gjallë klasën sunduese, bizneset e së cilës dominojnë peizazhin ekonomik japonez. Dhe së fundi, harruan se të bësh të njëjtën gjë vazhdimisht dhe të presësh rezultate të ndryshme është përkufizimi i çmendurisë. E thënë thjesht, borxhi nuk është falas, toka nuk është një investim real, qeveria nuk është e gjithdijshme, inovacioni është themeli i rritjes, të gjitha bizneset duhet të lejohen të dështojnë. Faleminderit që na ndoqët. Abononi në kanalin ton për më shumë përmbajtje të tilla.